Imam Ebu Hanifja, Imam Ebu Hanifja një imam i madh. Ky thujke se kërkej ke folje shumë për nonën, edhe për babën. Kërkej ke shumë folje. Edhe atë shumë i respektej ke së kënë gjallë, por edhe kur vdeqen, a disi i respektej ke kur vdeqen ata? Kur vdeqen Ebu Hanifja për çdo muj, sadako nëse zekatin e mujor, që s'ka zekat mujor, për kushtimi e shpo e tham, i dhonke nga 20 dirhem, për çdo muj nga 20 dirhem sadak për nonën dhe për babën i qeki. 20 dirhem janë parë të mdhaja. 20 dirhem i dhonke për çdo muj sadak për nonën dhe për babën. Ndërsa ti one mendoni se kur kanë dhënë herën e fundit, ndërsa tregon gjithashtu Ebu Hanifja, thotë u ndodh ke mu me shku te një dietari, te një dietari asin kohës të Ebu Hanifes. Edhe nona më qeke, e ka posa me Amr ibn Dhir, edhe më qeke nona, hajde me shku të qaj, me shku me pyet që ato për çështjet fesë. Ai kur shkoj që thonë me pyet, Ebu Hanife edhe po tregon. Ai më thëke, i thysh atij dietarit, nona po pyet për çështje çështë. Ai thëke po ti imam ja ord, mund të ka dhu ty dia, hoxhës mi ka dhu dije. Ai tha nona po pyet. Tha më që po pyeta nona jote Ebu Hanife, gjithçysh ka kam jo përgjigj. E çu përgjigja? Ky pi ka dhënë përgjigja është çështë. Atë më që ka përgjigja çështë, tha tregoj nonës tonë pra që ja pas ka qellu Ebu Hanifja. Çat heru knaçke nona e tij.